persona që i vinë të klubi juve, a s'do të me hangër kur gjo, a me hangër që shtu të akli si koron? Do të me hangër ushqim shqiptar. Ushqim e folia! Së dashur miq, jam këto me bashkimin, është presidenti i klubit Taekwondo në Zvicër. Përshëndetje bashkim. Përshëndetje. Bashkim, çish është të shku, ose çka është Taekwondo? Taekwondo është një sport luftarak nga Korea e Jugut dhe unë e praktikoj personalisht se 32 vite. Ti je president i grupit, sa persona i ki në grup? Kena afër 150 sportista në Zvicër, klubi thirret Krasniqi Taekwondo. Dhe ashtu se jam presidenti organizatës Krasniqi Open, është një kampionat ndërkombëtar se bëhet vit për vit. Vinë disa shtete nga gjithë bota. Radhën e mramtë janë ardhur 4 kontinente e kena prit dhe afër 20 shtete. Jo, sa persona shqiptari keni në grup? Afër 50% klubit. 50% grupit janë shqiptarë. Po. Çka du të me pas një djalë ose një fëmijë për më kanë pjesë e klubit juve? Duhet me pas kënaqësi në jetë, sepse Taekwondo i ndihmon gjatë rrugtimit të jetës si suport për me qenë edhe më mirë se sa është. Kur keni me arë me hapë një klub në Kosovë? Se në Kosovë nuk ka që si klubi. Po, ka disa klube në Kosovë. Amo që si klubi nuk ka. Në Ferizaj, kur keni me hapë se në Kaçanik? Nëse hapëm një klub, është në Ravec, edhe... Jo në Ravec, mësë na qonë në Ravec lërkë? Na jena prej komunës Ravecit, dhe kena përkrasje shumë nga komuna dhe kryetari Ismail Latifi, ku e përshëndes shumë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve që dojnë më mirë me këtë lloj sporti? Nëse doni më ndjej mirë dhe doni me ndjej kënaqësi trupit juaj, hajde praktikoni taekwondon dhe mësoni shumë vlera tjera. Ka do të hangër ato persona që i vinë të klubi juve, a s'do të me hangër kur gjo, a me hangër që shtu të akli si koron? Do të me hangër ushqim shqiptar. Ushqim e folia! Pasol, gjiveq, bukt kalamojt. Gjitha. Sarma. Faleminderit që ishe pjesë e jona Trujt Zote. Ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira isë edhe veçna.